Pas tragjedisë në Maqedoninë e Veriut mbyllen 13 diskoteka për mos plotësimin e kushteve minimale. Inspektorati Shtetëror i Tregut në Maqedoninë e Veriut ka kryer 82 kontrolle në diskoteka dhe lokale nate ku janë identifikuar shumë parregullsi. Në 23 objekte të licencuara, 13 prej tyre nuk plotësojnë kushte teknike dhe mund të humbin licensat, po ashtu 5 objekte kishin licenca të skaduara. Nga 41 të tjera, 30 prej tyre kishin parregullsi në bazë të ligjit për aktivitete hotelierike. Janë lëshuar 28 vendime në kundravajtje dhe 2 mbyllje për tejkalim të orarit të punës që nënkupton edhe gjob, tha zëdhënësja e qeverisë Maria Miteva. Inspektimet vazhdojnë me një hetim të gjerë në bashkëpunim me institucione të tjera shtetërore.